vetëm gjithmonë njëri nga çunat. Dhe kur lorzin gocat ose shoqet e mia me Barbie, unë me raja topin edhe i prishja krejt këto gjamat e shtëpisë ose makina, kam pat marak me thy, kam qenë pak fëmijë problematik. Edhe kështu ka filluar dashuria e futbollit sepse vëllezërit e mi janë pak më të mëdhej se unë, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, dhe ata kur lozin edhe me ata. Dhe adhuroj këtë futbollin, energjinë, adrenalinën, këtë. Me kë je kështu me të skuadrat evropianet? Me kë skuadra je? Masnjë. Kush është më i miri me atë? Po çe je kombëtar, je vetëm kombëtar. A te kombëtarja? Po ti. Te kombëtarja po. Shefe, unë gjithmonë e tham këtë gjë. Nuk kemi, ne kemi 2 kombëtare, e kemi të Kosovës dhe të Shqipërisë. Po ne jemi shqiptar të gjithë. Pa marrë parasysh, unë mendoj që ne jemi një, e kemi një gjuhë, një traditë, një vlerë, një, do të thonë se lexoni historitë tona te Ilirt, Pallaskët. Ne jemi një. Të shka që para 100 viti ka shkuar Iloçka në Gjermani, pe Gjermanisë ka shkuar në Angli, janë bë bashkë krejt e Evropës dhe na kanë ndop Kosovën në nena, Shqipërinë kënena. Ne jemi një në fakt edhe u festua shumë fitoria me Serbinë këtu, festua shumë edhe Kosovë. U festua edhe më tepër. Si e festove ti një vet? Për mi makina. Ku ishe? Për mi makina. Për mi makina. Hypa për mi dhe festova me flamur. Jo, ishte ndjesi shumë e mirë. Unë e thash edhe në televizion se unë punoj në televizion të shtatsh në Kosovë. E thash sepse për neve nuk është vetëm fitore futbolli ajo. Ajo është fitore e qindra mira njerëz që e kanë derdh gjak për lirinë e të qenurit shqiptar me fol gjuhën shqipe dhe për neve çdo ballafaqim me serbët është fitore e shekujve, është fitore e gjakut ton. Nuk është vetëm futboll ajo më. Dhe për këtë unë gjithmonë tham kur loja me serbët, ajo nuk është futboll më. Ajo është diçka tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse nuk më lajn me hy me këshir lojën që ishte në Serbi. Gjuli kam dëgjuar që mbrapa the që Serbia lëshoi urdhër arresti. Ishte vërtet? Po. Pse? Sepse ta kanë për nder herë që shkosh ti çifshe nesh, janë para punës herë. Kjo është tek vendi ynë, ai vend ka qenë i Kosovës. Leckovsi ka qenë shqiptar. Fakt unë bëra një deklarat një javë më herët, e bëra me Kastile, që unë e di që këto fjalit e mia bëhen buj gjithandej nëpër Evropë, dhe pastaj u bë buje madhe nëpër media. Jo Gjuli do e ngre flamurin UÇK-s, unë jam bija një personit shumë të madh që ka kontribuar shumë për luftën. Unë vi nga Drenica, dajtëm jam nga Prekazi dhe kemi jep shumë për lirinë e Kosovës dhe unë nuk kam pat si ndryshe me jetu edhe mu rrit si individ kur jam e rrethuar me njerëz që kanë folur për luftën, për lirinë, për fuqizimin e kombit ton. Dhe normal që mua kjo me prek shumë, edhe pastaj e bëra këtë lojën mediatike dhe u bë buje madhe dhe pastaj dëgjova që Gjol po hy në trojet serbe, jeni 4 veta në listë dhe këtë kishte thënë ky gazetari juaj në Shqipëri, po Albani, e kishte thënë që personi i 4 që ishte në listë kishte Nura. Kush është kjo Nura? Dhe është Gjuliana, ja bën Milaim Zeka. Kështu që Milaim Zeka e dinte punën time se më tha mos shko sepse vetëm kanë me të majt mrena dhe do me të paloj dhe pastaj do lëshojmë mos 2 ditë se s'kan ç'a të bën me pasaport finlandez. Ç'a të bëjnë mu? Vrasin po ja. Në fakt unë kam qenë në Leskovec. Kisha marr rrugën, shkova nga Maqedonia, kalova, shkova, isha duke pritur ku do shikoj atë. Ku është Gjuli mbi makina? Edhe u bëra me rak dash. Jo, unë unisa po kur e morra këtë informatën arrestin ndaj meje, thash, diskutova me prindin, prindi tha, çfarë vajza ime, ne kemi bërë mundin ton që e kemi shliru Kosovën, dhe kjo loj, ma mirë është me shiku nga Kosova, se sa me shiku më bërë, edhe me të paloj, edhe pastaj më altretojnë 24 orë, 48 orë, edhe qa të bësh ku gjujëq. Gjithë to